Përshëndetje dhe mirë se u rikthyeet në një tjetër video të kanalit tim. Unë që Danja, ju ndodheni tek Danja's Channel. Atëherë, ka kaluar shumë kohë që nga hera e fundit që unë kam bërë një video me gatim. Dhe duke qenë se unë tani jam kthyer në Korçë, por i disa kohë këtej dhe nuk kam çfarë bëj gjithë ditën, merrem me punë shtëpie, merrem me video, bëj gatim me gjëra të tilla, edhe thash pse mos i tregoj djegësve të mi se çfarë do gatuaj sot. Dhe sot u kam vendosur që të gatuaj të bëj për drek sufle. Tani nuk është sufle nga ajo ëmbëlsira, është një sufle si tip pastiqe. Po kështu thuhet në greqisht, mos gaboj, nuk e di, unë të rjetën tim me sufle e kam quajtur këtë, edhe nuse xhaxhai tim kështu e quante sufle. Kështu që, right, sufle. Atëherë, të kalojmë direkt të gatimi që të mos t'ju lej shumë të hallakateni. Për sufle na duhet një pako makarona, ne përdorim gjithmonë makaronat Misko, nuk e di pse jemi fiksuar me këto, janë më të mira, dhe marr këtë formën këtu, po mund të përdorni edhe forma të ndryshme të tjera. Do të na duhen 2 pana, nga këto të voglat, që nga të dy anët. Na duhet pak qumësht që nga njëta firmë. Sa si pas kam kushtuar rëndësi këtyre gjërave, tani po i shikoj. I kam marrë për të mirë qenë. Pastaj, gjëja tjetër, ingredienti tjetër, na duhet kaçkavall, djath kaçkavall. Këtë mami pas kam marrë shumë të butë. Djath pice, guda i kuq. Unë s'marr këta, marrë tjetër, marrë të verdh. Anyway. Dhe mami këtu ka marrë 620 gram. Dhe prosciutto pule. Ne marrim prosciutto pule, ju mund të merrni çfarë lloj sallami tjetër, por nuk do jenë feta, këto do jenë kështu, copa, siç i shikoni që ka marrë. Dhe këtu ka marrë mami 500 gram, por unë nuk përdor të gjithë këta, përdor të gjithë këtë këtu, do me thënë gati 500 gram po e zem, kaçkavall, edhe gjysmën e kësaj 250 gram sallam, sepse nuk do me thënë e konsumoj thjesht sa për shije, edhe pse është prosciutto pule, prapë nuk është se më pëlqen shumë. Dhe tani, ajo që do bëj unë, është do i vej makaronat për të zier. Ndërkohë që vej makaronat për të zier, do marr rende dhe do i kri këto të dyja dhe do i bëj bashk. Po gjithsesi juve do shikoni gjithë procesin tani sepse unë do e filmoj. Doja të tregoj edhe diçka. Kam gjyshen e një shoqes time, që e kam si gjyshen time, dhe më ndjek, më shikon çdo video dhe kam suportuar dhe sentime më të madhe. Nena Roza, të puth forte dhe të përshëndes, dhe dua të them që më në fund dëshira të plotësua, do më shikosh me thonjë të shkurtër. Nena Roza, asaj që i shikon thonjë të gjatë, më thotë ajo shoqe që thotë, po, ti kishte një qik të shkurtër ato thonjt, dhe unë ja bëra qefi, do me thënë, nëse unë këtë radhë i kam bërë thonjt të shkurtër, i kam bërë vetëm prej Nena Rozës që ti tregoj që mu t'i mbaj edhe të shkurtër thonjt. Të pëlqejnë Nena Roza? Janë qik të gjatë, po jo aq të gjatë sa që kam patur ato më përpara. Okej, tani mbaruam së griri sallamin edhe kaçkavallin dhe tani tek një Pyrex do hedh makaronat. Gjithashtu makaronat i mbarova së zieri. Makaronat janë al dente sepse do piqen më shumë brenda, kështu që nuk duhet i bëjmë shumë të ziera. Ndërkohë kam ndezur edhe furrën në 190 gradë. Mund ta vëni 180-190 gradë. Me rezistencë poshtë edhe lartë. Tani, do marr pak nga pak sallami dhe kaçkavallin dhe do e hedh sipër makaronave, ndërkohë do i përziej her pas here, që të jetë në të gjithë përbërjen edhe sallami dhe kaçkavalli.
Po le dhe pak kaçkavall me njan, sepse doja hedh sipër kur të mbaroj me pjesën tjetër. Dhe në një tas e mora të madh sepse do i hedh të dyja panat, do i hedh edhe pak qumësht. Qumështin mund të hidhni sa të doni, nuk është me mas. Lava pak duart me që preka kutit e panës edhe të qumshtit dhe tani hedhim pjesën tjetër të kaçkavallit sipër. Dhe kjo është e gjithë përbërja, bëhet shpejt e shpejt. Juve mund ta shikoni vetë si e doni shumë të pjekur, të skuqur nga sipër apo jo, dallohet edhe nga anash, prandaj edhe unë përdor këtë Pyreksin tavën e xhamit. Ja pra dhe sufleja e nxora e kam bërë shumë të skuqur siç e shikoni, të pjekur. Tani të pres një copë. Mua kjo në fakt më pëlqen më shumë kur është e ftohtë, por zakonisht konsumohet kur është e nxehtë si çdo pjatë. Ja, pra sufleja. Mua më pëlqen shumë kjo pjesa sipër, që është e fortë dhe e kuqe. Por për ta konsumuar më shpejt, që të ftohet më shpejt, mjafton që ta hapni. Gjithsesi unë po e le kështu. Dhe ja, gatimi për sot. Duket mirë se bie drita dhe hija. Shikoni? Tani, unë si që thash, pjesën që ka më shumë qejf është kjo, që është e kuqe dhe kërce. Makaronat janë të zira mirë. Kripën e kam në rregull. Shumë e mirë. Okej, me lumshin do të shkat. Dhe kështu i erdhi fundi videos së sotme. Më thoni nëse do i provoni këtë suflen që ju tregova unë sot, dhe si do ju dal, do ju pëlqej apo jo, nëse e keni provuar më përpara apo jo. Dhe përpara se të largohem, dua t'ju them, jemi kaq afër të arriturit 10.000 subscribers dhe jam shumë e lumtur. Ju falenderoj të gjithëve që më keni bërë subscribe. Ju falenderoj edhe juve që më shikoni videot, por nuk më bëni subscribe. Dhe ju them, bëni subscribe, sepse është falas, nuk ju kushton asnjë gjë. Juve vini që ju shikoni videot e mia asaj që unë postoj, se duken statistikat. Kështu që më mirë bëni dhe subscribe, më ndihmoni dhe mua, rritet kanali, rriten videot e bukura, edhe unë frymëzohem, edhe tani çfarë t'ju them, ju kam thënë disa herë, bëni më njëherë subscribe, edhe këtu, edhe nga kanali tjetër. Edhe së shpejti do të shihemi me video të tjera në kanalin Danja's Channel. Dhe vazhdoj t'ju them dhe t'ju rikujtoj që te kanali tjetër Danja the Arttuber do të kemi video, por nuk dua të nxitojmë sepse dua të sjell diçka që t'jetë shumë e bukur dhe t'jetë cilësore, jo sa për të kaluar radhën. Kështu që bëni subscribe këtu Danja's Channel, bëni subscribe te Danja the Arttuber. Më bëni follow në Instagram, sepse aty jam shumë aktive se sa jam këtu në YouTube, normalisht. Dhe më bëni follow dhe në TikTok, sepse aty jam pak më fan. Dhe bëj video më për të qeshur. Edhe kombinimet e veshjeve nga Kinza Albania. Dhe tani, po largohem, ju puth dhe ju përshafoj të gjithve. Bye!